Na sot do t'i folim disa fjalë duke shpjeguar një hadith. Mirë, po kur thejmë na me shpjegu dhe një hadith, nuk mundemi ne ta shpjegojmë sikur ulemat çka e kanë shpjeguar, po na transmetojmë çka kanë shpjeguar ulemat. Këtu është dallimi i jolë dhe ulemave të mëdhej. Hadithin e transmeton Ebi Abdullah Nu'man bin Bashir. Thot, e kam dëgjuar Resulullahin duke thonë: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halali është i qartë. Harami është i qartë. Krejt e dim. Me pi çaj halala, uji halal, perimet halal, mishi i kafshëve halal, mo vesh halal. Këtë gjanët halal. Thot, bila është një rregull aty në shariat, thot, el aslu fil ashyai el ibaha. Krejt senet në sens janë të lejume. Amo disa prej tyre Allahu i ka ndalu. Për shembull, mishi me hangër, këtë mishet janë të lejume, amo disa janë ndalume. Këtë pijet janë të lejume, disa janë ndalume. Këtë robët janë të lejume, disa janë ndalume. Edhe harami dihet. Krejt e din, mishi derrit haram, alkoholi haram, zinaja haram, kamata haram, tjetra. Krejt këto i din njerëzit. Mirë po, thot bejnehuma umurun mushtabihat. Janë disa sene shka janë dyshimta. Çfarë dyshimi a qëllimi? Dyshimta për ndalesën e saj. Pse janë dyshimta? Janë dyshimta se forma e ndalesës si ka ardhë. Apo ka dikun dhe një hadith apo ajet e ka ndalu një sen, pastaj vend tjetri ajet edhe bjen hukmi i kësaj, apo janë dy transmetime për një gjë, ka forma ndryshme, apo janë senet që dalin brenda kohës, të cilët s'kan qenë kohën e pejgamberit alayhis salam, e sahabët ta kishin pyet, çka është me puna e kësaj, sa ato të kishin qenë me Resulullahin, do ta kishin pyet. Po s'ka qenë atëherë një sen, edhe lindin këto në kohën më të vonshme, edhe tash për mi thonë një senit halal apo haram me ndalu, një herë duhet me shiquen në çka? Në Kur'an. A ka dhe një ndales prej Kur'anit? Ajo. E dyta duhet me shiquen në hadith. A ka dhe një hadith shka ndalon? Ajo. Pastaj nëse nuk ka dhe në hadith, është ixhmai. Mendimi i këtij dietarëve, edhe japin një mendim, duke u bazuar ata në Kur'an edhe në hadith, edhe thojnë që kjo punë është e ndalume. Tjetra është mas tyre cila vend el qiyas, apo analogjia, krahasimi duke e bën veprën. Për shembull, që kjo s'ka qenë në kohën e pejgamberit, apo që kjo tjetra ka qenë. E tash e bëjmë krahasim kjo me cilën, atëherë i thojmë një senit se kjo me të vërtet qenë ka haram. Thot, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. E çto senet e dyshimta nuk i din shumica e njerëzve. Kur them nuk i din shumica e njerëzve, do thot dikush i di. Çka bojnë ndonjëherë disa kur nguten me dhon fetvaja, ai pse nuk din ndoshta argument për një sen, thot s'ka, edhe pyeti, o hoq, a ka bedin argument se që kjo është ndalume, thot jo be s'ka. Ai thot s'ka pse ndoshta vet nuk e di. Ti më pyet mua e thom jo s'ka. A më natona ka argument. Pse s'di unë nuk do thot se s'ka. Edhe këtu është qëllimi. Pse nuk i dini ju, nuk do thot se dikush nuk i di. Dikush i di. Kush i di? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Për një send që nuk keni njohuri, nuk dini, pyetni ato të cilët janë përgatitën për atë. Për shembull, kur vjen puna për një hadith, vetëm një njeri që e njeh hadithin mirë. Kur çështja e fiku, vetë atë që e njeh fikun dhe një hoxh mirë, vetë ata. Kur vjen çështja e trashëgimisë, mos shko me vetë se qen kamullan veri hoxh dhe ta pyes për trashëgimin se ndoshta nuk e njohën atë lëmi, ama ai tjetri e njeh. Do thotë shkon me pyet atane. A ka diçka që nuk dihet? Kur gjë nuk ka që nuk dihet. Pse? Allahu pejgamberit alayhis salatu wassalam si ka marrë shpirtin pa e shpjeguar këtë fe. El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ajeti ka në Rafat në haxhin e funit. Sot e plotësova unë fenë e juve. Edhe jam i kënaqur që Islami jetë feja juve. Me çka e plotësova? E plotësova
duke ja mësu, duke ja shpjeguar halalin edhe haramin. Këtë e ka shpjeguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po thash, vin disa sene të cilet njerëzit nuk i din. Për shembull, duke e lexuar komentet që kanë folur ulemat për këtë hadithin, ato kishin prun do shembull tjerë. Unë e përbi do shembull tash, ma let na ta kuptojmë këtë shembull të mitë. Për shembull, çështja e duhanit. Edhe ti e pyet mëllan ver, çka thuaj për duhanin, a është halal apo haram? Unë le thom halal be. Çish be halal, po thojnë do xhallar haram, jo be. Çka thom unë? Ne të bindën e argument për Kuranit apo për sunetit se a është halal apo është haram. S'ka, asa jetë asa dis nuk i e për duhanin. Mirë po, a i qetëri që ka thot është haram, 100.000 argumente mi be. Allahi jau ka ndalu jo gjonat e këshie, jau ka leju gjonat e mira. A i qetëri thot, me çka e krason duhanin, a me pijet narkotike apo ato tjerët. Me çka e krason, duke bon krasime, këtë, kur të shifës në fund del nështë edhe haram, mira mo, unë e ingulli kom, jo, vëlles, pa pas dhe në argument qartë, nuk thom unë që është haram. Njoni e ka një mendim ndryshe, tjetër e ka një mendim ndryshe, pse apet e jetë pak se një dyshimt, edhe pse argumentet mas forta dihet se për këtë punë që ka janë. Apo, ajo paraja elektronike, sa ka ju buje madhe një kohë me soqalarve, një hoqë thot haram, njoni a halal, qetëri thot s'kin argument se është haram, e zbulon, studion, po del, dikun se halal është kjo, a qetëri thot, jo be asë se një dyshimt, japin fetva, jo ulemat dikun se është haram, haram, halal, unë bila jo, po ma në fund, u gjek, kush u gjek, shpëtoj, kush shpëtoj. Që kjo është pëse një dyshimt, apo krediti, që ka monin blejnë shpia, njoni thot, po me sa të paguj qira, po paguj kredit, se mas disa vite bon shpia e me kejt, po i be argumentet e veta, se du me thonë, ban, kjo punë më bon. Po ki qetëri thot, jo, ka dale se kush prek në kamata, së kërse me martu në në vetë. Apo qetërën. E tash, qka? Seni është i dyshimt. E tash, pse nodhin këto senet të dyshimta? Kjo është kur është dituria e cekët të kush, të ulemat. Cilët ulemat? S'po plas ulemat e mdoj. Ulemat që e morin përsi për ndoshta shpjegimin e dinit, e kam kriju në pak një shkollë dikon, e kam zanin e mirë, baj muezin, më kanë boj imam dikon, edhe tash hunë zanë me shdis, kalzoj fetva. Që ka thonë Resulullah sallallahu aleyhi wasallam? Inna Allahe la yaqbidu al-ilma intiza'an min al-ibad. Allahu diturien nuk e hek për gjoksave të njerëzve. Walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama. Diturien Zotë e ngren duke vdek dietarët. Hatta idha lam yubqi aliman, derisa mos loje më në vend dikon dietar, ittakhadha an-nasa ru'usan juhala. Njerëzit çka kanë me bë? Kanë me bë hoxh në njëri xahil. Fesuilu fe eftu. Kanë më upitën ato, kanë mi vetë njerëzit fetvaja, kanë me dhonë fetva, fe dallu e dallu. Edhe vetë kanë me qenë humbje, edhe qertë kanë me qenë humbje. E tash, shti ju këtë më keni drejtu mua, po? Po më goni, unë s'po spjegoj. Tash unë nëse di Kur'an, spjegoj Kur'an. Nëse di hadith, spjegoj hadith. Nëse di historitë sahabëve, ju spjegoj historitë sahabëve. Nëse di fik, ju spjegoj fik. Nëse s'di kur gjon, avenin e kam zonë, jam qërsi, jam mirap, jam bimber, jam në hudbe, që ka me dalë? Vallaj ka me këshirë dhe një poezi. Si më s'di poezi, fjallë pleqve. Si më s'di fjallë pleqve, duhet me ndresh dishka. Atë kohën, atë intervalin kohor po duhesh me mbushën. Edhe kjo është më një vend kur s'ka ulema, edhe senet e dyshimta nuk sqarohen. E dyta, kuptimin se ne kuptojnë dhe një herë njerëzit. Pse se ne kuptojnë? Sepse me kuptu një fetva, një meselet fikut, një dishka, për këtë kushteve që ka duhet me dit, një anë të njofe gjuhën arabe. Pse me njofe gjuhën arabe? Baza është ati, ku? Të arabishtja, pre aty dalin. Terminologjia e islamit sa dush për këthe shqip, nuk është së kurse në arabisht. Edhe tash dikush bëhet hoxh, nështë e ka krini me drese, e ka moni diplome, e ka nu shallin, kravatën, gjipën, kejti, miri, heshëm, das, kur ta shifësh, bëhet imam. Mira më anën tjetër, nuk është i pregaditëm me dhonë apo misqaru që të senet e dyshimta. Apo dikush ka ndë një herë edhe, qka? Ka dhe qëllim të keq. Pse ka qëllim të keq?
Po ka njerëz që kanë krejefort, edhe kanë xhelozi, kanë kokfortësi, kanë inati, kanë mendje madhësi, edhe e ka thonë një herë se që kjo është haram apo kjo është halal, edhe pastaj pse dikush tjetër e ka folë ndoshta hakun, edhe e një meselën më mirë, mundohet hulumton libra, argumente, pjokolla, vetëm e vetëm mendimi vet me dal në shesh. Dominoj mendimi vet. Apo dikush e ka për qëllim epshin i njerëzve. Edhe në epshin ndikon ku në fetvaja. E pruna shembull dohanin, mos marrim shumë shembull. Unë nuk e pi dohanin. Edhe pi, çfarë thot ti për dohanin? Unë them kollaja haram. Nëse e pi unë dohanin, zorbe kam me thonë haram, se me cigaren në gojë, qish me thonë ati haram, së në thoma haram. Kjo është si shembull, kena dhe raste tjera shka njerëzit i mundën e herë epshi, edhe nuk mundet mi thonë kjo gjanë kjene ka haram, apo kjo halal, apo dikush nështë e ka për qëllimet veta materiale, për me fituën diçka, apo punën e ka e cila i përzijet diçka nështë me haram, apo halal, apo ka dyqan, ka biznis ka pump, edhe ka naftoban, është musliman, ati shet soka, shet cigare, shet ata. Mira më edhe në tona i ka do, kjo shikanuadje do piva, do shishe alkohol. Mi thonë ati, ati se në haram. Nalo, unë e ka dale se këtone s'ma lejojnë, si mos të kem unë pak alkohol, nuk nalën edhe ato në aftoban me shkusa, ato nalën, njerëzit shkojnë pushim, Greqi, Serbi, Evropë, ka edhe njerëz që janë jo musliman, aje bledh një pivë, shkojnë një raki, unë e di atë, mirë. Ama do t'i thoj kjo fikse në haram? Jo be, harami është haram. Ama a interesi vetë pak material, e shti njerin me thonë që edhe kjo mundet me qenë pak ani, veç me shit, në s'pebin, asë se shërbej, mas kur gjonë, vetë a e merë, vende pagun edhe shkon, thot asë nuk e prekim. Që ka thonë, pastaj në vazhdim hadithi, femenit të ka shubuhati, të ka istebre li dinihi wa irdhihi. A i cili ju ruhët seneve të dyshimta, e ka rujt fejen e ti edhe nderin e ti. Dy sene i ka përmend, fejen edhe nderin. Qka është qëllimi fejen e ti? Fejen raportet i ka ndresh me Zotin. A me falë sa bashkë ja, mos me falë, kujtohet një herë, ruhet. Jo, është herët, vonë, kejtë. E falë nështë para vakti. E ka bonë është të një gabim. Apo dikush të tjo vëllë, s'po gëzoj me falë më një herë 10 minuta 15, se mësim sa këtë herët nështë ta, pelon pak ma vonë. E le me qëllim ma vonë. Pse truna më smera në ta me të hubë sabaj. Apo te abdes, jam i dyshimt, apo ata s'pat abdes, vëllaj, ma mirë po marë abdes se me nejtë i dyshimt. Apo ata prishë Ramazanin, a mos ta prishë këtë për dë një ras smuje, jo, ma mirë po qindroj, po heki pak, po lodhna ma shumë s'pe prishi, se një dyshimt, am lejot me prish ajo. E aj, qka ju ruot këtinve dyshimeve, istebre lidinihi, e ka mbrojt fejen e vetë. Wa irdihi, e ka mbrojt kanë nderin e vetë. Shekot bojnë këtu në dy, fejen edhe nderin. E ka mbrojt nderin e vetë, bizeneve dyshimta për çka? Për shembull, unë punoj më një punë, ka edhe grati. Edhe shkoj ati në fabrikë, punojnë gratë, unë punoj si dhe punën e vetë, kur kush nuk thot kur gjon. Kur kush nuk thot se puna këto, si çdo e këshir punën e vet. Ama një ditë thot një thot, a dalim me mbullan vetë që ti një grua e punës, dalim e pim ka një kafe që ti jashtë fabrikës, është një kafe. Dalim ati e pim, hunxhna, pi kafe me atë. Kur të më shifë është e agjë, shkali be mbullan veri me atë grua me pi kafe. A hi dëshimit e njerëzit? Hi dëshimi. A kanë me fol fjalë për ti? Kanë me fol fjalë për ti. Pse? Shkalip ti me dal me pi kafe me atane. Po një gjojë, di një rastin, që ka ndodhë Muhammed a.s. Kër i ka prunu dishka Safia, a konë tërë, i ka prunu dhe ka shkuta, në një sahabije ka pa, nal, i ka thonë të sahabijës. Urdo, tha, Safia, tha ka, ja Rasulullah, tha, atë ti do të dishoja. Tha, që thërë, tha, inë shejtane jejri me gjret dem. Shejtani hes, sëkur gjaki shka hes në për damar. Do thotë se një dyshim të dhe Rasulullah i këta i tha ti ej, ta dishte Safia ka, se mundet ati sahabis për shku menja, shka lipja jo gruje natën me artë të dera e Muhammedit a.s. Pra, istebre e lidinihi wa irdihi,
e ka mbrojtën kanë fejen e vet, edhe e ka mbrojt derin e vet. Dy sene i ka mbrojt. Thot, wa man waqa fi shubuhati faqad waqa fi al-haram. Vazhdo thot, ai i cili bjen në senet dyshimta ka ra në haram. Qish bjen senet dyshimta? Pse nuk tha i vepron senet e dyshimta? Kur hec me kerr, edhe bjen shi, ti hec shpejt, gropët mblohen, ku ka aty në asfalt. Çka thojmë na? Ra në grop. S'thot hini në grop, ra në grop. Apo në fusht minume, në luft. Çka thojmë? Kish ra në mine. S'thojnë e shkeli minën, kish ra në mine. Kur ndodh kjo? Ndodh nga mos kujdesi edhe mos dija. Disene janë. Të senet të dyshim të shka ndodh. Ose nuk e di se është haram, ose kujdes nuk i kushton. Qëto janë të ajë? Ja se di se është haram, ja nuk i kushton kujdes. Kur të hesësh në rrugë me kerr, nëse shkon në atë rrugën tonë për diçka, shkon nga shtëpia jote, e din ku ka gropa, edhe pse ka ujë që ka dalë. A mund e vjen aty pari nuk e di se ka grop, bin grop. Çka thon? Po sudukebe, suduke më plasi guma. Ti nëse për Allahut kemi thonë, abe se kam ditë besë se ajo, se ke ditë, a më dash pak më ndalen pak. Se asë një dyshimt. Që kjo qëllimi kësaj omen o ka fi shubuhati. Ai i cili ben se në dyshimta ka rënë haram. Ti atëherë kur i në luft edhe shkon te zona e armikut, si mos ta kontrollojsh a ka mine ajo, mundesh me ran mine. Se kinu menën, si interesu pak, domethënë s'ki pas kujdes për atë punë, edhe ra veti. E njëjta kur ben njeriu në senat e dyshimta, bjen bi pak pa kujdesit. Pastaj thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ela inna fil jasadi mudga. Dhe në trupin e njeriut ka edhe një qka, tha një cop mishe, idha salahat, salahal jasadu kullu. O idha fesedet, fesedel jasadu kullu. Kur të ndrejet qëta, kur të regulohet ajo, është i regulum këj trupi. Kur të prishet ajo, prishet këj trupi. Pse ki hadith tash me zemrë këtone, që mund të shpethon, shka ka lidhe me atë tjetërën për para. Ajo ka senet e dyshim të fol, a këtu e ka përmërën zemrën. Thot Uthejmini, thot, prishje anës jashme të njeriut, është shenjë prej prishjes e brendisë së ti. Do në thot, jashtë, kur prishje trupi, po, si intereson forgjonët e dyshimta, do thot, zemra ju ka prish ati, para shkak i vepron njeriu ato veprime. E tash, më në fund, çka na jep me kuptu kja hadith? Kja hadith na jep me kuptu se halalët pu dikën. El aslu fil eshjai el ibaha. Esenca e çdo seni është lejohet. Disa prej të lejumëve që janë haram. Jo këtë. Pak janë ato të haramit. Mes tyre pas ka gjanat e dyshimta. Edhe gjanat e dyshimta pu dashka me urujt. Është një rregull në fik, thot se do dheria. Mi mshel birët, apo mi mshel rrugët. Cilët rrugë? Janë do rrugë, janë do sene në esencë janë halal, janë të lejume. Amo nëse shkon për atë rrugë, funin e ka keq. Për shembull, Buda, me sha budën, a është halal, a është haram? Po halal mara shahe sa dush. Sa dush shahe budën, a gabon, kur s'gabon. Qështu në nësop krejt për qume mu sha. Po me qenë një budist, që tonë në dhomë, a banën e me sha budën, nuk banë me sha. Pse? Ashtë ai budisti aty, po anë se ashtë. Po, ama Allahu shka thonë, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عُدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Mos ja shaj ati zotin e vetë, sa i mundet me ta shaj zotin tanë pa ignorancë. E tash unë e thash, e shaj budën, se asnjënin nuk ma shaj zotin. Apo me qenë një budist, a i nesër unë kur t'ja shaj budën, a i din ma shaj zotin. Pra çka kjo aset do dheria me të nalë rrugën kane, edhe pse është e lejume, mos se mundet diçka me pësu ma keq. Apo, që ka thonë në suret Nur, Allahu për gratë, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Kur të hecin gratë për asfalti, për toke, mos të rrejnë komën shumë. Për çka mos me rrejnë komën shumë? Se njën ato zbukurimet që ka i ka mbrenda, ka dhe një halë, dhe një blizik, dhe një diçka. Po çka si të njët ajo? E tërheq vëmendjen e njerëzve. Njerëzit më ne harri vrapojnë mas mi nga.
Për atë shkak nuk kanë ndaluar me ato me nga gratë. Nuk kanë ndaluar, në nga se po. Në të rrek tokën me kom sa doja kit. Po, ama ana tjetër mundet me bën tani dam njerëzit e nin ose i dallohen pjesët e trupit ose diçka ose nin këto bilizi këto po, për atë shkak ka thon ato në të ecin ka dalë. Apo pejgamberi alayhis salam munafiqët nuk i ka mit. Për çka si ka mit? Nuk i ka mit se e ka pas leju me mit, mi vra. Ama ka thon njerëzit thoshin se ka vra Muhamedi, ka mit njerëzit. Do thotë që kjo është se dodheria është mi mbyllën mi mbyll rrugët shkatçojnë deri tek dyshimi. Pra, për më konë më qartë hadith edhe një herë, besoj se e koni qartë. Halalat janë qarta, haramat janë qarta, mes tyre ka disa sene të dyshimta. Ai i cili ruhet prej tyre e ka rujt thot fen e tij, edhe nderin e tij, ai i cili i punon senat e dyshimta, ai ka rënë haram. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Thot o ju besimtar, kur që thirrë Allahu më nisan, kur që thoje fe, kur që ndalojë në diçka, kur që urdhëroje diçka, përgjigjeni asajna. Përgjigjeni asaj. Wa ma ataakumullahu wa rasuluhu fakhudhuhu, ma nahakum anhu fantahu. Atë çka ju ka urdhëruar Allahu, merrni, veproni. Edhe Resulullahi, edhe atë që ju kanë ndaluar Allahu edhe Resulullahi, largonu pi asaj. Pra mendoj se me që kaq mjafton shpjegim i këtij hadithit.